Arpënori, sa për këtë gjendjes fizike është mirë, është shkak gjendjes emocionale të jetës është i lodhur, është mërzitur nga padrejësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretu nuk është i maltretu, sa i përket maltretimi fizike nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte, mirë po ai po e vun ata për shkak se është mbajtur në mënyrë të padrejtë, do thotë se ai policinë ka thuar se ka lënë me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022. Ndërsa ky akuzohet për rastin që ka ndodhur në 24 shtator 2023. Që s'ka të bëjë fare me atë, këto është problemi për shkak për shembull që ka punuar si polici i Kosovës. Se për asgjë tjetër. Ne kërkojmë që të angazhohen më tepër institucionet tona, po sidomos të ndërkombëtare, sepse kjo është një padrejësi e madhe që po i bëhet Arpënorit dhe shumë djemve tjerë tanë që po i bëhen. Nuk është pyetje këtu vetëm se Arpënori, po ka djemë tanë tjerë që ndodhen aty. Kjo është një kufizim i lirive të drejtave të njerëzit, të lëvizjes së drejtave të njerëzit. Ne kishim kërkuar birokratëve ndërkombëtare, sidomos to për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ambasadave të shteteve tuaja që të reagojnë më tepër. Shënjestër.net